Jeta e gjatë është e dobishme kur ka vepra të mira në të. Prandaj në lutje themi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Do të thënë, më bëj jetën shtim të çdo të mire. Nuk ka në dua më jep jetë të gjatë. Do të thënë vetëm ose më bëj të pavdekshëm, si thon disa ignorant. Por duaja është më bëj që jeta ime, në jetën time të shtohen të mira, të veprat e mira. Besimi të forcohet vazhdimisht, edhe veprat e mira të shtohen, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej jush është ai që e ka jetën e gjatë dhe veprat e mira. Dhe më i keqi prej jush është ai i cili ka jetë gjatë dhe vepra të këqija. Sepse Imam Ibn al-Qayyim ka thonë sikur nëse e mendojmë udhëzimin dhe devijimin, unë do ta them me fjalët e mia, do thotë, nëse mendojmë se udhëzimi është me shkallë të përpjet dhe devijimi me shkallë të poshtë. Në qoftë se njeriu devijon, atëherë sa më e gjatë jeta, sa më poshtë, atëherë shkon më poshtë. Kurse kur është në udhëzim, sa më e gjatë jeta, shkon më lart dhe fiton më shumë shpërblime. Prandaj ai që është në udhëzim, që ka qelluar rrugën e saktë, sa më shumë të zgjatë jeta është udhëtim, ka thënë Imam Ibn Qayyim. Prandaj nëse e ka qelluar rrugën e saktë dhe synimin e saktë, atëherë sa më i gjatë udhëtimi, arrin domethënë në jetë më të lumtur. Kurse kur e gabon rrugën, sa më i gjatë udhëtimi, atëherë është shkatrimi edhe më i keq.